Faleminderit zonja drejtuese e seancës. Dy fjalë për të gjithë dashnorët e Flamengove dhe të Pelikanit Kaçurel. Ti, Gjergjinski, atje, Lenini, nuk mund të të dhimbset Pelikani Kaçurel dhe Flamengoja ditën kur këta kanë nxjerrë fonde për të ndruar me terapi hormone seksin fëmijëve. Dakor? Fëmijëve tanë, që të gjithëve. Me taksat tona që ty të dhimbsen aq shumë. Atë sheshin që e ke plot atje ti e bashkëpunëtori i tyre. Atë sheshin që e ke plot atje 67% njerëzve i ke demokrat. Të ekspozuar votues të Partisë Demokratike, drejtues strukturave të Partisë Demokratike. I ke marrë dje, atë protestën, nxjerr një ashtu dhe e bëni vetë. Ju a bën ky këto, PR-in. Rama dhe Berisha njësoj të dy në burg. Ti. Dakor? Dhe ca qindra për atyra 10 i ke sjellë Kselia Partisë Demokratike, marksista leninista të vegjël. Tash ta dish një gjë. Ka ajo Selia atje, Marksi ka një faturë pa paguar. Shpagu faturë e vjetër. Paguhet me varre pa eshtra dhe eshtra pa varre. Ti, komunistuc i vogël, jashtë kohë, krysh oficeri, shef e kuadri, ku çka kanë qenë nga këta të vegjëlit. Dakor, çorra, topellor, çfarë jeni ju aty që vazhdoni thoni Marksi dhe Lenini, kundër imperializmit, mirë është mos vish ta paguash, ti do ta paguajnë këta. Këta që se ndjehen diçka din, mama. Në qoftë se do ta hapësh këtë lojë, ne e hapim, nuk është problem, po ty nuk të leverdiz. Gjëja e vetme që ke bërë djeti, duke çuar njerëzit atje, është që treqerekun e sheshit e ke larguar, se të kanë treguar sikur se nuk je ti organizatori, se është protestë qytetare ajo. Dhe në qoftë se thuhet jo politikan, ti jo i pari. Sepse akoma me qorrat paraardhës, Gjergjinskin, Leninin, Stalinin paraardhës, dakor? Akoma sot vazhdojnë paguajmë dëmin e tyre, e quan të popull në uri dhe në tallon. Që që me kujdes herë tjetër dhe me batutat dhe me të gjitha. Forcët përgjigjen prapun. Po, zoti Muçi, replik. Zoti Muçi për replik. Okej. Atëre, me qënë se këtu ndodh shpesh, në fakt, që nga të dyja kratë të më referohen mua dhe lëvizjes bashkë si marksistë, leninistë, Gjergjinski, Lenini, Stalini e më thetë thash, dua t'ju them dhe t'ju qartësoj që ata të rinj dhe ato të reja që protestojnë atë shesh, nuk e njohin Marksin. Ata të rinj dhe ato të reja, që kurse kanë hapur sytë në maternitet, kanë parë Sali Berishën. Që kurse kanë filluar të flasin dhe të hecin, kanë parë në pushtetet Diramën. Prandaj, lereni Marksin dhe Leninin. Ata të rinj dhe ato të reja, nuk e njohin dhe nuk protestojnë, as për Marksin, as për Engelsin, as për Nietzschen dhe as për Feuerbach. Ata të rinj dhe të reja protestojnë kundër jush, kundër dëmit që i keni bërë këtij vendi, kundër shkatrimit, kundër paktit tuaj me oligarkët, që i lindët ju dhe i shqenjë këta tani. Prandaj dilni dhe jepuni llogari, dhe ju mund të vazhdoni pafundësisht me batuta të dala boje. Unë kam lindur pas vdiqen veri, dhe unë s'dua t'ja di fare për atë kohë. Unë dua t'ja di për këtë kohë. Çfarë jeni duke i bërë popullit shqiptar sot, të gjithë ju, për 35 vjetë, që duhet në bani përgjegjësi dhe keni dhe fytyrë të na drejtojeni ne. Zoti Ministër, keni fjalën, zoti Lamallar. Ju lutem, zoti Strazimiri, nuk ka replik mi replik, sepse ju drejtuat, ju lutem, zoti Strazimiri, ju lutem uluni sepse ju nuk ka replik mi replik. Ju lutem, nuk ka replik mbi replik. Ju lutem, uluni.
Ju lutem uluni, zoti Strazimiri.